Jam dy vende për të cilin unë jetoj edhe do të dedikoj, nëse dedikoj jetën një vendi apo një shteti, është Amerika dhe Shqipëria. Edhe nëse se ti vjen në Amerikë dhe bësh në shtetës si atij vendi, dhe nuk je besnik ndaj atij shteti, nuk e kuptoj se duhet jetosh atje, se duhet rish atje. Por ku e kisha fjalën, pra tek këta që kanë vajtur pas luftës së dytë botërore. Unë kujtoj një skenë që më tregon një miku im, punonte në zërja Amerikës, Mehmet Sheu. Dhe shkonte në organizatën e Natyrisht nuk është Mehmet Sheu. Dhe shkonte në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Edhe shqiptarët që ishin kundra qeverisë komuniste të Tiranës atëhershme, dalin të presin me protesta përpara organizatës Kombeve të Bashkuara. Mirë po, kur dalin atje, shohin një grup grekërish që dalin dhe të protestojnë për Vorjo Pirin kundër qeverison. Atëherë shqiptarët e harruan protestën kundër komunizmit. Dhe aty nis një përleshje midis shqiptarëve dhe grekëve, që ata shpalosin edhe herë përpara se të jemi partizan, ne jemi patriot dhe adhëtar. Në shtëpinë tonë kemi grindjet tona, por nuk lejojmë njëri të huaj. Të luaj me grindjet tonë. Të luajmë vëllezërit tanë. Me kombin. Edhe kjo ka qenë gjithmonë ndër shqiptarë, pak a shumë njerëzit që ikin për bindje politike, nuk janë njerëz të rëndom, ato e duan atë dheun, por mendojnë që sistemi im apo bindjet e mia politike shurpin më shumë dheu se sa bindjet e tuaja. Pyetja e parafundit, Sami. Që dallon një shqiptar në Amerikë, ose që dallon shqiptarët e Amerikës për nga inteligjenca, për nga traditat, për nga kortezia, mirësjellja, nga komësitë e tjera në Amerikë? Pothuajse në qoftë se i dallon diçka, do të më vite keq, sepse do të tregonin që jemi njerëz të që adoptohemi lehtë. Jo të përshtatshëm. Që nuk adoptohemi lehtë. Unë kam mendimin që shqiptarët, sa kohë që mbeten shqiptar, nuk shpalosin atë fuqinë e madhe që kemi ne të adoptohemi të tjerëve, kulturave të tjera, pa harruar kush jemi. Shqiptarët janë shpejt, që tretën, shkrihen dhe nuk të japin të dallojnë që i përkasin një grupi etnik tjetër veç vendsëve. Edhe kjo është një mrekulli. Natyrisht, në qoftë se jetojmë në grupime, kjo vjen më ngadalt, komunitetet, por kur shqiptarët jetojnë veçmës, shkrihen shumë më shpejt me botën tjetër. Nuk është shumë e vështirë. Pra, aftësinë e integrimit e kanë të fuqishme. Natyrisht. Dhe pyetja e fundit, ajo të cilët ju deshet të nguteshit t'i japni përgjigjen pak më parë. Kur jeni në Amerikë, ç'është Shqipëria për ju? Kur jeni në Shqipëri, ç'është Amerika për ju? Unë do të tregoj për djalin tim të vogël, Arbin. Është 5 vjeç në kindergarten, në parashkollor, edhe ditën e shpërthimit të Gërdecit, unë shkoj të marë, se unë nuk jetoj me ta, jemi të ndarë, edhe a i zbritë poshtë dhe fjallet e parë që tha, bab, tha, did you hear that? A gjovët që kishë ndonë në Shqipëri? E tha, çfarë kishë ndonë, babi? That monkey Bush. A i qeni Bush. Për presidentin. Bëmbërdoj Shqipërinë. Dhe ishte sa vjeç është? 5 vjeç. 5 vjeç. Edhe kërkonte do të rritëm sa më shpejt bëhen policë që ta arrestoj ta fus në burg para se të vdesë, thoshte. Çfarë Shqipëria? Është ai mall, se po ti them unë Arbit, djalit tim që je shqiptar, ai do të thotë, "No, ti je shqiptar, unë jam amerikan, nuk kam lind këtu. Ti je shqiptar." Por në momentin që pa diçka që të bën të dhëmb, ai ndjeu që ishte shqiptar. I thirrri gjaku. Ja, kështu që Shqipëria është vendi nga vim për ne, edhe urojmë që pasardhësit, fëmijët e tanë, të dinë nga vinë dhe ndoshta do të jetë në të mirën tonë për arsye se çifutët dhe Izraeli kur s'pati keq nga mërgimi, edhe pse mërgun kudo nëpër botë. Ashtu edhe për skandinavët. Ashtu edhe për shqiptarët. Dhe ç'është tani Amerika për ty ndërkohë që je në Shqipëri? Amerika për mua është, ne jemi bërë Gjergji njerëz me 2 dhera dhe me 2 nënshtetësi. Jam këtu, më mungon atje. Jam atje, më mungon këtu. Më mungon vendi i Shqipërisë. Është vendi jon, është
me merë gjatë të adoptohem, sepse kur vim në Shqipëri, jo vetëm ne nga Amerika, po cili do që vjen nga jashtë, konstatimi I parë që ju në bënë neve është ju keni mbetur në vitet 90. Pra, në thonë neve që ne pas kemi mbet në vitet 90, sepse ju keni ndryshuar, e ne na kujtoni që jemi akoma tek vitet 90. Sepse shohim habin tuaj përpara kryer ndryshimeve që ndodhin në Shqipëri. Por ju harroni që edhe ne kur vim këtu, ju kujtojmë juve se pas këtë metër në vitet 90, sepse neve në bashkojnë vetëm vitet 90. Ne kemi hikur në kaut të ndryshëm, edhe bashkohemi vetëm në vitet 90. Atë gjithë përbashkët që unë gjej me ty akoma, është ajo që ekzistonte në 90-ën, dhe ajo gjithë përbashkët që ti gjenë me mua akoma, është e 90-ëve. Ne vetëm kemi ikur në kahet të ndryshëm. Sami Gjoka, të falenderoj shumë që ishit I pranishëm në studion e programit parë. Bone llafozon edhe më pëlqen. Vërtet mbaroi shumë shpejt emisionin dhe për mua. Shpresoj kështu të ketë ndodhur dhe me dëgjuesit tanë sonte. Mund të falenderoj shumë që ishit I pranishëm. Është një falënderim prej gazetari, prej miku dhe prej shqiptari. Faleminderit edhe një herë. Thank you. Të dashur dëgjues, me Sami Gjokën sonte në Vatër Shqiptare. Dëgjim të këndshëm në emisioneve të tjera. Natë e mirë gjithë. Vatër Shqiptare. Trojet dhe traditat si shenja identiteti, nga Demir Gjergji.